Struktura e punësimit në Shqipëri gjatë vitit 2025 tregon një ndarje të qartë mes qarqeve sa i përket sektorëve kryesor të ekonomisë. Të dhënat tregojnë se disa zona vijojnë të kenë një varësi të lartë nga bujqësia, ndërsa qarqet më urbane karakterizohen nga dominimi i sektorit të shërbimeve. Në vitin 2025, qarqet me shkallë punësimi më të lartë janë Berati dhe Fieri, ndërsa qarqet me shkallë punësimi më të ulët janë Lezhë dhe Elbasani. Sipas të dhënave, Kuksi është qarku ku bujqësia ka peshën më të lartë në punësim, me 67.9% të punësuarve në këtë sektor. Pas tij renditen qarqe si Dibra me 59.8%, Fieri me 58.1% dhe Berati me 60.1%, duke treguar rëndësinë e aktivitetit bujqësor në ekonominë lokale. Në anën tjetër, Tirana paraqet një strukturë krejt ndryshe të tregut të punës, ku vetëm 7.3% të punësuarve janë të angazhuar në bujqësi, ndërsa shërbimet zën pjesën ndërmuese me 69.2%. Kjo lidhet me përqendrimin e administratës, bizneseve, teknologjisë, financave dhe aktiviteteve të tjera urbane në kryeqytet. Edhe qarqet bregdetare me zhvillim të madh të sektorit të turizmit ka një peshë të konsiderueshme të shërbimeve. Në Vlorë, shërbimet përbëjnë 47.2% të punësimit, ndërsa në Durrës 43.5%. Këto zona kombinojnë aktivitete turistike me industrinë dhe tregtinë. Për sa i përket industrisë, Durrësi shënon peshën më të lartë me 31.6% të punësimit në këtë sektor, i ndjekur nga Vlora me 23.9% dhe Tirana me 23.5%. Kjo tregon rolin e rëndësishëm të industrisë dhe prodhimit në disa nga qarqet më të mëdha ekonomike. Ndërkohë qarqet si Gjirokastra, Shkodra dhe Lezhë paraqesin një orientim më të fortë drejt shërbimeve, me përkatësisht 44.8, 43.8 dhe 44.6 të punësimit në këtë sektor. Të dhënat tregojnë se ekonomia shqiptare vijon të ketë një ndarje të theksuar rajonale. Zonat rurale mbështeten më shumë te bujqësia, ndërsa qendrat urbane po zhvendosin gjithnjë më shumë drejt shërbimeve.